Mjeku çudit botën, vaji i ullirit shëron këto sëmundje, ja kush duhet i konsumojë urgjentisht. Studimet e fundit ka zbuluar se vaji i ullirit zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kronike dhe kontribuon gjithashtu edhe në përmirësimin e jetëgjatësisë, citojnë ekspertët. Vaji i ullirit është një nga produktet më të mira ushqyese, pjesë të cilës duhet jetë vazhdimisht në menunët tuaj ushqimore. Vaji i ullirit është bërë gjithashtu popullor kohët e fundit edhe për shkak të: para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përfitimeve të shumta shëndetësore që do të ofrojnë në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përmirësoni dietën tuaj, atëherë shtimi një lugë vaj ulliri i esull në mëngjes mund të zvogëlojë një sër komplikacionesh dhe të nxjisë organizmin tuaj të funksionojë si duhet. Ullumtimet kanë treguar se konsumi i disa lugëve vaj ulliri çdo ditë mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kronike. Një studim shtesë zbuloi se konsumi i një gjysmë lugje gjelle vaj ulliri çdo ditë zvogëlon rrezikun e komplikacioneve dhe sëmundjeve të Parkinsonit ose Alzheimerit me 29% dhe zvogëlon rrezikun e humbjes së jetës nga probleme të ndryshme të radikalive të lira me 17%. Studiuesit ja atribuojnë këto përfitime përmbajtjes së lartë të yndyrnave mono të pangopura të vajit të ullirit, të cilët kanë ndihmuar në uljen e niveleve të kolesterolit të dëmshëm për trupin tuaj. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj. Raporti tregoi se përdorimi i vajit të ullirit të shoqëruar në sallata është një nga mënyrat më të mirë për të përfituar vlerat e tij të shumta shëndetësore. Mjekët gjithashtu sugjerojnë përdorimin e tij edhe në gatimin e perimeve të pjekura. Gjithashtu, Sherman Perners, një studiues në Universitetin e Oxfordit, rekomandon të mos konsumoni më shumë se 4 lugë gjelle vaj ulliri në ditë, të shtuar në sallata ose ushqime të ndryshme. Kështu përfitimet që do të vinë prej tij do të jenë të larmishme edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve. Kohët e fundit, shtimi një lugë vaj ulliri në mëngjes në dietën tuaj do të jetë një nxitës i vërtet ushqyes për organizmin në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, një studim i kryer në Spanjë me 7500 persona në rrezik për probleme të sëmundjeve të zemrës tregoi se ata që konsumonin vaj ulliri ekstra të pastër çdo ditë kishin 31% më pak gjasa të prekeshin nga sëmundjen e zemrës, siç është ataku në zemër, goditja në tru ose të humbisnin jetën nga problemet që lidhen me shëndetin kardiovaskular. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, përfshirja e tij në dietën tuaj do të japë rezultate fantastike për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përdorimet shëndetësore që vijnë nga konsumi i vajit të ullirit janë fantastike për të gjithë organizmin, jo vetëm për cilësinë e jetës së përgjithshme. Në këtë video do të mësoni një recetë natyrale mirëbërëse dhe një recetë vendimtare për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Kjo recetë fantastike natyrale me konsumin e 1 deri në 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë ndihmon jo vetëm për të patur një organizëm të fortë, por edhe për të parandaluar dhe trajtuar disa probleme shëndetësore të tilla si ato që do të rendisim në këtë video sipas Healthy Side. Përfshirja në dietën tuaj të vajit të ullirit do të jetë një mundësi e çmuar ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Redukton tensionin e lartë të gjakut. Falë përmbajtjes së lartë të polifenoleve dhe acidit oleik, vaji i ullirit ndikon pozitivisht në reduktimin e tensionit të lartë të gjakut. Ndaj, konsumi 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë do të jetë një mundësi e shkëlqyer në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe në reduktimin e problemeve të hipertensionit. Vaji i ullirit do të jetë një aleat pozitiv për sistemin tuaj tretës. Vaji i ullirit do të mbrojë shëndetin tuaj tretës të stomakut, duke reduktuar kështu aciditetin, duke ndihmuar aparatin tuaj tretës të mbajë larg këto komplikacione. Vaji i ullirit do të ndihmojë në përthithjen e kalciumit dhe të magnezit. Kalciumi dhe magnezi janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm për shëndetin e organizmit. Sipas të dhënave, vaji i ullirit është ndër produktet fantastike që ndihmon trupin të përthithë më të mirat e kalciumit dhe magnezit që merren përmes ushqimeve. Problemet me zemrën dhe kolesterolin në gjak do të reduktohen ndjeshëm me pasurimin e dietës suaj me vajin e ullirit.
Konsumi 3 lugje dhe vaj ulliri në ditë do të zvogëlojë edhe problemet e zemrës, të cilat janë të shumta dhe ndikojnë në përkeqësimin e problemeve tuaja kardiovaskulare. Gjithashtu, do të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të elementeve ushqyes kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit në dietën tuaj do të parandalojë plakjen dhe do të reduktojë edhe problemin e rrullave në lëkurë. Ndaj shtimi në dietën tuaj do të jetë një mundësi e çmuar për të nxitur një organizëm më të fortë dhe për të parandaluar komplikacionet e tij. Përdorimi i një lugje gjelle vaj ullirit të freskët në dietën tuaj do të jetë aleati juaj më i çmuar kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, vaji i ullirit, sipas Healthiside, është një nga produktet më të mira për shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen e intjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si dezinfektues natyral. Ndihmon trupin tuaj gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, ka një efekt pozitiv për peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të rëndë mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit në dietën e tyre kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit ekstra të pastër përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit, që shkaktohen kryesisht edhe nga problemet e artritit. Vaji i ullirit është një nga vajrat më të mirë ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu është një reduktues i inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera të pasura me yndyrna omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacionet. Vaji i ullirit do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të zorrëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se lufton baktere dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund t'i ofrojë trupit tuaj, sidomos sistemit tuaj tretës, një sër përfitimesh të rëndësishme. Vaji i ullirit, duke ushtuar në dietën tuaj, mund të ndihmojë edhe në parandalimin e goditjeve në tru, citon Healthiside. Goditja në tru shkaktohet nga shqetësimi i rrjedhjes së gjakut në tru, qoftë për shkak të mpiksjes së gjakut ose edhe komplikacioneve të ndryshme. Në vendet e zhvilluara, goditja në tru është shkaku i dytë më i zakonshëm i humbjes së jetës, menjëherë pas problemeve të zemrës. Marrëdhënia midis vajit të ullirit dhe goditjeve në tru pati gjithashtu një rikthim triumfues në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj, nëse doni të pasuroni dietën tuaj me këto produkte natyrale, shtojeni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Sipas Healthiside, vaji i ullirit është një nga elementët pozitiv në mbrojtjen e shëndetit të kujtesës. Vaji i ullirit është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Studimet kanë treguar se pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri mund të përbëjë një faktor ndikues pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe balancimin e kujdesit të shëndetit të tij. Ndaj në këto raste, pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri do të jetë një mundësi e mirë kundër peshës së tepërt, problemeve të Alzheimerit, diabetit të tipit 2, problemeve të radikaleve të lira, gjithashtu edhe komplikacioneve ndikuese kundër këtyre shqetësimeve. Vaji i ullirit është një element pozitiv në rritjen e vlerave të trupit. Konsumi i tij brenda normës lejuar do të jetë një nxitës i shkëlqyer për trupin. Vëmendje. Jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.